unë për herë parë që kom lexu Kur'an është në Jordan. Pa ta shku me ble, dhe me thonë, krejt jashtë, nuk e di, veç u lidha shumë spiritualisht, kesh dhe me thonë, krejt me një energji tjetër, që atëherë e ble, ku shkuva... E bleve Kuranin aty? Po, atje dhe frangësht e bleva. Okej. Edhe, shdo mbromja e nisha me lezu, ma bëj ke gjenë se ajo orë këtë me lezu, me që a bëjsha më së më falë. Edhe vazhdojsha dhe i kalzojsha tani gjithë shka. A ka diçka që të ka ndru? Po, më ka që kjo ana spirituale shumë edhe të fesë pak ma për zemër. Sot edhe fëmijëve do me thonë, mëruna me ja transmitu që ka di edhe, po mëruna me mësu sa ma shumë në atë mënyrën tamë. Po kjo shumë sam personale që mu më ka ndryshu e më ka qëtësu në ashtë asinjerin plot aspekte. Kur e kom pas lindjen e vështirë me djalë, është njani prej seneve që mu më ka mbajt, do me thonë, të lumtur deri në moment ku a i ka dalë prej spitalit. Kështu që po, Jordani mu më kalon shaj edhe ka ana e kulturës tyne edhe, po edhe si njeri ma kalon një shaj brenda shpirtit. Kjo është do me thonë një sen që nuk më ka ndodhë në udhëtime tjera. Edhe nuk besoj që ka me ndodhë ma në udhëtime tjera. Për të parë epizodet e plota të As Travel Stories, mjafton të bëni subscribe në kanalin tonë zyrtar në YouTube.